Si opozitari LSDM, po ashtu edhe partia në pushtet VMRO-DPMN me thirrje drejt prokurorisë që të veprojnë mbi skandalet e partisë rivale. Socialdemokratët kërkojnë nga prokuroria që të nisë hetim për skandalin me tender prej gati 9 milion eurosh, i cili sipas tyre i është dhënë një kompanie në vetëm 2 të punësuar. Sipas LSDM-s, pushteti aktual po vazhdon skemat e vjetra të Gruevskit dhe Mjailkovit, duke u vjedhur qytetarëve parat përmes praktikave të njëjta korruptive. Јавното обвинителство, почитувани, не смее да молчи, туку да делува. Крадењето на народот преку корупцијски шеми за пумпање на парите мора да запре и да следува одговорност. Станува збор за 9 милиони евра пари на граѓаните, кои треба да завршат кај граѓаните, а не по джеповите на врхушката на власт и во Белата палата. Edhe VMRO-DPMN me apel drejt prokurorisë, por për një çështje tjetër, skandalin me fondet IPART. Sipas tyre, Zaev, Filipçe dhe Lupço Nikolovski dyshohen për skem korrupsioni ku fshirja e 2 tonëve grur me vlerë 800.000 euro dyshohet se është përblyer më pas me një grant prej 1.4 milion eurosh për kompaninë e familjes Zaev. Добитник на овој европски грант е фирмата Тргопродукт на Заеви, односно познатиот бренд Мамас. Уште посомнително е тоа што во тоа време овој грант од 1,4 милиони евра бил втор најголем грант во историјата на ИПАРТ програмата. И ова не е единствен ваков случај и затоа го повикуваме обвинителството да го истражи ова до крај. Nga VMRO-DPMN përfundojnë duke thënë se tani është shansi që prokuroria të dëshmojë veten, duke nisur procedurë sipas informacioneve të marra dhe të verifikojë të gjitha këto dyshime. Gjithsa nga LSDM zotohen se do të vazhdojnë luftën kundër korrupsionit edhe krijimit të pushtetit.